Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Departamenti i Shtetit konfirmon se voshon mundësinë e dërgimit të emigrantëve në vendet e Ballkanit. Lajmi u publikua fillimisht nga agjencia Bloomberg. Kryedemokrati Sali Berisha deklaron se në Bruksel i dhanë të drejtë opozitës për krimin elektoral. Sipas zgjedhjeve të 11 majit u blen mendimin e bandave. Policia finalizon një operacion antidroge në Kapshtit, skapen 6 kg heroin. Arrestohet drejtuesi i mjetit, dyshohet se janë përfshirë dhe efektiv. Big Mama është finalistja e parë e edicionit të dytë të fermës së VIP-ave. Nena mbylli përfundimisht rrugtimin, konkurrentja humbi sfidën e Agajit përballë Yllit. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Pas lajmit të agjencisë Bloomberg se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po negociojnë me vendet e Ballkanit për të sjellë emigrantët, ka ardhur edhe reagimi i Departamentit të Shtetit. Washingtoni nuk e ka përjashtuar se është në negociata me vendet e rajonit, por ka theksuar vendosmërinë për të parandaluar emigrantët e palishëm. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se vendet e Ballkanit janë përfshirë në kontratat që bëjnë pjesë në një strategji më të gjerë amerikane për dobimin e shtetasve të huaj, të cilët nuk kanë status të rregulluar. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Dash ka deklaruar se nuk komenton detajet e komunikimeve diplomatike, por ka theksuar se zbatimi i politikës së emigracionit të administratës Trump mbetet një nga prioritetet kryesore të saj. Partnerët amerikanë dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë për t'i dhënë fund krizës së emigrimit të palishëm dhe masiv. Largimi nga Shtetet e Bashkuara i të huajve për të cilët ekzistojnë urdhra përfundimtar për dëbim, si dhe dëbimi i emigrantëve të palishëm, i mbron Shtetet e Bashkuara nga terroristët e huaj dhe kërcënimet e tjera ndaj sigurisë kombëtare dhe rendit publik. Dash thekson gjithashtu se bashkëpunimi vazhdueshëm me qeveritë e huaja është kyç për parandalimin e emigrimit të palishëm dhe masiv, si dhe për sigurinë kufitare. Siç ka thënë sekretari i Shtetit Marco Rubio, ne mbetemi të vendosur në përpjekjet tona për t'i dhënë fund emigrimit të palishëm dhe masiv dhe për të forcuar sigurinë e kufinëve amerikan. Në këtë drejtim, çdo shtet duhet urgjentisht të pranojë kthimin e shtetasve të vet, që nuk kanë bazë ligjore për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara. Të njëjtën, agjencia e lajmeve Bloomberg raportoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke ushtruar presion mbi Serbinë dhe disa vende të tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor që të pranojnë emigrantë të deportuar nga territori i SBA-s. Kryetari i Partisë Demokratike u tha këtë të shtunë gazetarëve në një konferencë përshtypse në Bruksel u vërtetuan pretendimet e opozitës. Sipas Sali Berishës, qeveria dhe Edi Rama blen zgjedhjet e 11 majit duke përdorur bandat më të rrezikshme në qytetet e mëdha të vendit. Takimet e tij në Bruksel, kryedemokrati Sali Berisha e cilësoi si gjyqin e munguar ndaj kryeministrit Edi Rama për atë që opozita e konsideron masakër elektorale në zgjedhjet e 11 majit. Kur ndonjëherë në 34 vite Brukseli nuk ka qenë më shqiptar. Pretenca ndaj Edi Ramës, farsës elektorale, mandateve kalp, u bë pretenca e shtetit monstruoz elektoral shqiptar, u bë pretenca e narkoshtetit shqiptar, të pojave, çelave, bajrëve. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se Rama nisi 2 përfaqësues për të spionuar takimet e tij me Partinë Popullore Europiane, e cila nga ana e saj pranoi të nisë një mision faktmbledhës në Shqipëri për parlamentarët e 11 majit. 2 përfaqësues të tij, të cilët e mbrojtën apo e tradhtuan atë nuk e di, por një gjë u them shqiptarëve, dolem nga ajo mbledhje me fytyrë më të nxirë se këpucët e tyre. Dhe njëri prej tyre, ata që e panë, konstatuan se ishte në shok psiqik. Po, absolutisht. Pastori që kumbaj, kurse Etieni ishte sfazuar fare. U kthyn 2 spionjtë e qeverisë, siç erdhen, unë i quaj të pafajshëm, sepse ishin para një misioni impossible. Berisha pretendon se skandalet e qeverisë tashmë nuk mund të fshihen.
Opozita pretendon se vullneti i shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare të 11 majit u deformua, pasi votat sipas saj u blen nga grupet e krimit. Agjentët e antidrogës në Korçë zbuluan 6 kg heroin në një makinë që udhëtonte drejt Greqisë. Pas kontrolleve në doganën e Kapshticës, u gjetën lëndë narkotike e përgatitur në formën e çokoladës, ndërsa u arrestua drejtuesi i mjetit. Ka dyshime se në aktivitetin kriminal mund të jenë të përfshirë edhe efektiv policia. 6 kg heroin u kapën gjatë një operacioni në pikën e kalimit kufitar në Kapshticë. Lënda narkotike kishte si destinacion Greqinë. I arrestuar përfundoi drejtuesi i mjetit që shihet në këto pamje, i cili sasinë e drogës e kishte fshehur në një vend të ndërtuar enkas për lëndën narkotike. Heroina ishte përgatitur në copa çokolate. Operacioni bëri bashk forcat e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore si dhe forcat e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Korçë. Operacioni sipas burimeve është mbajtur sekret edhe për policinë kufitare të Kapshticës, pasi i njëjti burim tha se dyshime ka edhe për persona të tjerë të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Policia nuk ka dhënë shumë detaje, por fakti që në operacion është përfshirë AMP tregon se mund të ketë efektiv të përfshirë që do të ndihmonin të arrestuarin për kalimin e drogës drejt Greqisë. Policia e Fierit ka ndërmarrë një operacion kundër kultivimit të kanabisit duke arrestuar 2 persona. Ata u kapën në flagrancë teksa ishin duke ujitur fidanët e kanabisit. Uniformat blua zgjesuan 1800 bimë narkotike. Ky është momenti kur 2 persona arrestohen brenda një parcele kanabisi. Ata u vunë në prangë nga uniformat blu, pasi në fshatin Çërril të Mallakastrës kishin mbjellë 1881 fidan narkotik kanabis sativa. Sipas policisë, në momentin kur u vunë në pranga, 53 vjeçari dhe 34 vjeçari që banojnë në të njëjtin fshat, ishin duke ujitur bimët. Por veç tyre përpara përgjegjësisë penale u vendos edhe kryeplaku i fshatit, që u procedua në gjendje të lirë për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka lejuar kultivimin e bimëve. Ndërkohë, në procedim penal pas shpërndarjes së hetimeve, u vu edhe një 44 vjeçar në Ballsh. Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, atij u gjet një armë sportive, 12.400 euro, 400 pound dhe rreth 900.000 lek, të cilat dyshohet se ishin në funksion të kësaj veprimtarie kriminale. Mjekët japin alarmin për uljen e moshës së të prekurve nga sëmundja e veshkave që nuk po kursen as të rinj. Sipas bluzave të bardha, diagnostifikimi në kohë mund të evitojë dializën apo nevojën për transplant. Sëmundjet kronike të veshkave nuk janë më një problem vetëm i moshave të treta. Mjekët nefrolog theksojnë se po preken gjithnjë e më shumë edhe moshat e reja. Fatkeqësisht, grup moshat të me sëmundje renale kronike është mosha mesatare shumë e re. Të smuq që kemi në dializë dhe në transplant, mosha mesatare tani është 37-38 vjetë. Që në moshë fëminore janë ato patologjitë e lindura që nuk dallohen, siç është refluksi, prandaj nënat çdo një vit ose çdo 5 vjet duhet të kenë shumë kujdes që të moshat e posa lindura dhe shkaktarët e tjerë më të mëdhenj është diabeti, obeziteti, hipertensioni. Mjekja nefrologe Ariana Strakosha thot se pacientët që bëjnë transplant veshke nuk kanë më nevojë për hemodializë dhe mund të rikthehen në një jetë më të lirë dhe të pavarur. Megjithatë, numri i transplanteve në Shqipëri është ende i ulët, me vetëm 17-20 raste në vit. Mesatarisht ne realizojmë rreth 17-20 transplante në vit, sepse aq janë nevojat. Mund të thoni pse kaq pak. Kaq janë personat që ofrohen, pra që janë përzgjedhur për transplant. Suksesi është që nuk kemi lispritje, nga aparati, hemodializa bën jetë të lirë, rritet kualiteti i jetës, ulen kostot shëndetësore. Sipas mjekëve specialistë, depistimi dhe diagnostikimi në moshë të hershme janë thelbësore për të parandaluar përkeqësimin e sëmundjes së veshkave dhe për të shmangur nevojën për dializë apo transplant. Fusha e mbetjeve në periferi të qytetit të Vlorës është përfshirë nga flakët. Zjarri ka shkaktuar një rrjet të dendur tymi që është përhapur mbi zonat përreth duke krijuar një situatë të rënduar për banorët e zonës. Zjarfikset kanë mbërritur menjëherë në vend ngjarje, por ndërhyrja është vështirësuar për shkak të erës së fortë. Shkaqet e zjarrit janë ende të paqarta. Për ngjarjen ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Elmar Dredha, i cili e cilëson të qëllimshme këtë ngjarje të përsëritur, që ka si synim dëmtimin e imazhit të qytetit gjatë sezonit veror turistik. Kryebashkiaku kërkon hetimin dhe ndëshkimin e përgjegjësve përfshirë të gjitha hallkat, mes tyre edhe institucionet në varësi të bashkisë, që sipas tij duhet ta monitorojnë situatën.
Pika kufitare Qafthanës është përballur këtë të shtunë me një fluks të lartë lëvizjesh dhe rreth kilometrike automjetesh. Mira shqiptar të Maqedonisë së Veriut janë drejtuar vendit tonë për të ndjekur duelin e kombëtares kuqezi me Serbinë. Që në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune është vënë re fluksi shtuar në pikat e kalimit kufitar. Lëvizje të shumta ka pasur në doganën e Qafthanës, ku shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, nga Kërçova, Struga, Tetova e më gjerë kanë zgjedhur të vinë në Shqipëri për të ndjekur ndeshjen e kombëtares Shqipëri-Serbi, por edhe për të kaluar fundjavën. Ata thonë se janë ndjekës të rregullt të ndeshjeve të kombëtares, ndërsa shprehen të bindur për fitoren e kuqezimve. Sot presim një super ndeshje, do me thënë një fitore shumë të madhe të Shqipërisë. Emocionet veç kanë filluar, për emocionet nuk diskutohet. Ndeshja veç me fitore. Atmosferë shumë të mirë, me shumë këngë, me shumë valle, me entuziazëm pak për një fitore të madhe. Në Qafthan këtë të shtunë është punuar me 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje për të përballuar fluksin, por sërish janë krijuar radhë të gjata për shkak të numrit të lartë të mjeteve. Publiku votoi Big Mamon si finalistën e parë të edicionit të dytë të Fermës së VIP-ave. Vendimi u prit me emocione të mëdha nga të gjithë konkurrentët. Ndërkohë, Nena ishte eliminuar e radhës pasi humbi sfidën me Yllin. Mbrëmja 20 e spektaklit Ferma VIP 2 në Vision Plus nisi me emocione në moderimin e Luana Vjolcës dhe praninë e opinionistëve Zhaku dhe Castro Zizo. Kanë qenë ditë të bukura, jo dhe aq problematike, ka patur ulje ngritje patjetër në Fermë, Një natë plot emocione dhe surpriza, ku u shpall finalisti i parë dhe ndodhën ndryshime të rëndësishme në lojë. Big Mama! Big Mama ishte e zgjedhura e publikut si finalistja e parë e edicionit të dytë të Ferma VIP. Ju përkulem gjithë popullit shqiptar, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, ju faleminderit që... Pas shpalljes së finalistes, një tjetër moment i nxehtë ishte ai sfidës vendimtare për 2 prej fermerëve më pak të votuar, Nenës dhe Yllit. Për herë të parë, duke qenë se kjo ishte një sprov fizike, Nena vendosi që sfidën ta bënte një tjetër fermer, duke zgjedhur Anduelin për të luftuar në emër të saj. Por ndonse përballja ishte mes dy djemve, Ylli ishte ai që fitoi sfidën, duke eliminuar përgjithmonë Nena nga gara. Vetë se zgjedha ato, smujta me ta. Ylli, urime! Teksa në ndajnë më pak se 2 javë nga finalja e madhe, Agai surprizoi edhe një herë duke sjellë ndryshim të rregullave. Nga mbrëmja e së premtes, nuk do të ketë më kryefermer dhe të gjithë fermerët do të punojnë bashkë për të ndarë punët mes tyre pa një udhëheqës të caktuar. Ky vendim ka ngritur pikpyetje në lidhje me mënyrën e organizimit të fermës dhe ka rritur tensionet mes konkurrentëve. Jena ofendu, jena bullizu deri me një pikë. Tim ke thënë, a do me thënë të disi që ma ke bo për bijat, për qikat, ti që ma ke bërë disi për gocat atje, a do me ta thënë. Gjatë spektaklit nuk munguan as debate, sfida e fundit e buxhetit, por dhe shumë rrëfime e emocione të bukura. Vraponi tek arena jashtë. Vraponi te arena. Një televotim i hapur për fermerin që doni të mbani në fermë, do të përballë 4 më pak të votuarit sërish në një sfidë të hënën e ardhshme. Për ekipit të kampion, se që doni që Shqipëria dhe jeton që kjo Tiranë. Në ritmet e bukura të muzikës dhe 2 të ftuarve special, Pajtim dhe Elisa Strugës, u mbyll edhe kjo mbrëmje, ndërsa 24 orë në 7 ditë të javës, Ferma VIP vjen për të gjithë publikun në 2 kanalet e dedikuara të platformës Stream, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Natën e mirë! Muzikë! Kryeqyteti do të jetë i blinduar nga forca të shumta policie, të cilat do të garantojnë mbarvajtjen e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Përveç bllokimit të rrugëve që do të çojnë në qendër, do të ushtrohen kontrolle të rrepta për të parandaluar futjen e sendeve të palishme në stadium. Afro 2000 efektiv të policisë janë angazhuar për mbarvajtjen e ndeshjes së sotme në Air Albania, ku Shqipëria përballet me Serbinë në duelin e vlefshëm për kualifikueset e botërorit. Plani masave ka angazhuar një numër të lartë efektivesh të sektoreve të ndryshëm, duke përfshirë rendin, rrugoren, njësitë e specializuara si forcat speciale të sigurisë deri tek Renea. Në gatishmëri do të jetë dhe shërbimi informativ.
Plani ka nisur një ditë më parë që nga Rinasi me masa të rrepta për sigurinë e futbollistëve të ekipit të Serbisë dhe shoqërimi i tyre deri tek hoteli. Ndërkohë peshën më të madhe policia do ta ketë gjatë mbrëmjes ku pritet të zhvillohet ndeshja, ndër masat e marra janë dhe kontrollet ndaj tifozëve shqiptar përpara futjes në stadium. Efektivet nuk do të lejojnë banderola me përmbajtje raciste, fishek zjarre, flakadan, lëndë piroteknike dhe sende të tjera të ndaluara. Masat shtesë përfshin dhe sistemet e reja të sigurisë që janë instaluar tek Air Albania, ku do të kryhet monitorimi me kamera cilësore për të identifikuar në kohë reale të gjithë personat që shfaqin akte dhune. Ndërkohë në perimetrin afër stadiumit janë instaluar antidron në mënyrë që të shmanget ngritja mjeteve fluturuese për të shmangur incidentet. Policia rrugore do të bllokojë disa akse, kryesisht ato në afërsi të stadiumit Air Albania, nga ora 15 deri në përfundim të ndeshjes. Policia apelon qytetarët që të shmangin veprimet e dhunshme gjatë ndeshjes, pasi janë vepra penale që dënohojnë deri në 5 vite burg. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.